Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet I përkasin Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fatkeqësisht kemi ardhur në një kohë shumë të keqe, në një kohë shumë të çuditshme, në një kohë kur femrat nuk kanë më turp, nuk ka ik turpi komplet. Subhanallah, Aisha ato dalin rrugëve jo vetëm se me flokë të zbuluara, por dalin dhe me gjokse të zbuluara, me shpinë të zbuluar, me barkë për jashta, me kofsha të zbuluara e kështu me radhë. Dhe kjo është prej paturpsisë më të madhe që mund të kaploj një popull, po ashtu edhe gjinin femrore. Por këtu kanë faj edhe meshkuj, padyshim. Baba I asaj vajze, apo burri I asaj gruaje, apo vllai I asaj motre, duhet të jetë xheloz dhe të mos jetë dejuth I cili s'ka xhelozi për familjen e vet dhe e lën, pra burri gruan e vet, babai vajzën e vet, apo vllai motrën e vet, e lën të dalë në rrugë si të doj shefi. Wallahi, kjo është përgjegjësi e madhe për Allahu te baraka ve taala. Pasha Allahun duhet të kthjellohemi dhe t'i kthehemi Allahut dhe ta parandalojmë këtë shturje të madhe para se të na vi dënimi Allahut te baraka ve taala. O ti vllai nderuar, a e ke frikë Allahut te baraka ve taala? A nuk e ke dëgjuar fjalën e Allahut te baraka ve taala, apo vetëm ke marrë njërin pjesë dhe pjesën tjetër e ke lënë në neglizhencë? A nuk e ke dëgjuar fjalën e Allahut te baraka ve taala ku Allahu I madhruar thot: Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët keni besuar, runi vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri I xhehenemit, lënë djegës e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Prandaj ti o vllai nderuar, kija frikën Allahut te baraka ve taala dhe mundohu ta parandalosh gruan tënde, motrën tënde apo bijën tënde nga shturja siç është shtur sot shoqëria, sidomos gjinia femrore. Të kesh frikën Allahut te baraka ve taala kur gruaja jote dëshiron të makiazhohet apo të nxjerr flokët e saj, apo Allahu na ruaj edhe gjoksin e saj, shpinën e saj, barkun e saj dhe këmbët e saj, ti duhet ta parandalosh, ta bojkotosh dhe të mos shprehësh kënaqësi as pak, të mërzitesh me veprimin që do bëj ajo, në mënyrë që ajo ta kuptojë që është gabim. Pra, kijani frikën Allahut te baraka ve taala, se keni një përgjegjësi të madhe për Allahut te baraka ve taala. Po ashtu, o ju vëllezër musliman, kijani frikën Allahut dhe ulni shikimet nga haramet. Ulni shikimin dhe ecni vetëm me shikim për tokë. Mos shikoni asnjë lloj femre, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të fliqen dhe të turprohen nga veprimi që po bëjnë. Kur ata të shohin se asnjë nuk e ha syt, do të kuptojnë se me të vërtet janë në një rrugë të gabuar, në një rrugë të shpifur dhe të shturur. Po ashtu edhe një porosi për gjithë ato femra të cilat dalin të zhveshura. I them atyre: a nuk e keni frikën Allahut te baraka ve taala? A nuk mendoni se një ditë do dilni para Allahut te baraka ve taala? A nuk e keni dëgjuar hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam I cili thot që Allahu I madhruar nuk ja mundson ta nuhas erën e xhennetit atë femër e cila vishet, por njëkohësisht dhe zhvishet. Pra e veshur. Çfarë kuptimi ka ky hadith? Ajo femër e cila është e zhveshur, kuptimi është që vesh rroba që I duken linjat e trupit dhe çdo pjesë e turpshme të trupit të saj. E imagjino çfarë mund thuhet për ato femra që dalin me tuta të shkurtra, me gjoks për jashta, me bark për jashta, me flok për jashta. Allahu na ruaj te rabbel alamin. Do të ketë padyshim, do të ketë mallkimin e Allahut te baraka ve taala dhe mallkimin e njerëzve të sinqert, sepse po e devijojnë shoqërinë. Prandaj kija frikën Allahut dhe ktheju Allahut para se të mulohesh me qefin o I motër muslimane dhe o ti femër. Ktheju Allahut para se të muloj dheu dhe pastaj do japësh llogari para Allahut te baraka ve taala për zhveshjen, për shturjen dhe për devijimin që ke bërë në shoqëri, duke mundsuar të përhapet imoraliteti. Prandaj kini frikë Allahun te baraka ve taala dhe mos u shturni dhe mos devijoni, se me të vërtet Allahu nuk I do ata që shturen. Dhe mos ndiqni hapat e shejtanit, se ju e dini mirë se shejtani I mallkuar e ka armiqësi
kryesori këtë gjë, me heq petkun e turpit të njerëzimit, me heq petkun e turpit, me heq dhe mi zbuluar pjesët intime, siç bëri me Ademin dhe Havan alayhima assalam. U zbuloi pjesët e turpshme. Ky është qëllimi i tij. Prandaj kjo armiqësi është armiqësi e vjetër e shejtanit. Prandaj mos t'ju mashtroj shejtani, kijani frikën Allahut, ktheuni Allahut dhe largoni nga kjo shturje që ka kapluar gjithë shoqërinë. Allahu na ruaj prej kësaj shturje ya rabbel alamin. Allahu na ruaj dhe shpërblet më mira për dëgjimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.